E kam Elbert Krasniqin, ministër i pushtetit lokal në detyrë. Përshëndetje ministër, në studiu u tha që në komunën e Zveçanit janë duke në objektin e komunës Zveçanit janë duke u bërë renovime me mjetët Serbisë. A është e vërtet? Përbes, jenë 38 komuna, edhe unë nuk është që në baza ditore di se cila komunë qka po punon edhe me mjetët e kujt. Po nëse në studio e ki ndë një person që ka këtë informacion që një komunë specifik Dardangoshi Zveçani po renovohet në pare të Serbisë, publikisht që njohë. Bajegi interesant. Ish kryetari komunës së Zveçanit pas ka deklaruar që një gjë e tillë është duke u kry. Para një jave. Unë e verifikova tash edhe me kolegët tonë në teren që janë atje, edhe me institucionet tjera, ne nuk e kemi këtë informacion. Shtu që këtë mundë me verifiku. Lutëm nëse ka mundësi me verifiku dhe në rast se ndodh atë ta ndalni. Edhe çka mundë me siguru, në rast se kjo ndodh, se cili person jep përgjithësi konform ligjit. A keni me ndalu renovimin në rast se është duke u kry me mjetët Serbisë? Sigurisht që po. Unë nuk kam shumë informacion mbi këtë një gjatë sigurt, që komuna Zveçanit është një nga ato komunat ku kryetarët nuk e kanë zhvillu punën për objektit të Zyrës, si e kanë zhvillu kryetari i Leposavicit edhe kryetari i Mitrovicës dhe Veriut. Pasi që ata të dytë kanë pas të rëndësishëm në pas punën e tyne si kryetarët komunave nga fshatrat me shumicë fitare. Edhe ato objekte nuk kanë qenë të renovuar si që kanë qenë objektet e tjera. Mitrovica, Veriut edhe Leposavici. Mirë. Do më thënë që një javë është një bërë një deklarat e tillë, Elbert, dhe ju nuk e keni pasur mundësin me verifiku? Po nuk është që e kemi pa deklaratë. Nuk e keni pa. Kryetari nëse kishtë qenë ish kryetari shumë i ndërsuar për këtë çështje, ka mujtë me na njëftu dhe neve, edhe njëftu dhe neve, po si të qoftë, këtë mundemi me verifiku nesër, e në rast që është ashtu siç për të dërdoni, atëherë do të veprohet më formë ligjit. Okej. Faleminderit shumë. Do të ndalen punimet në rast se janë të kry me parë të Serbisë. Absolutisht po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Elbert. Ishte